Edhe se si më duket tani që s'po të pyes për aktualitetin politik, edhe të flasim pak për gazetarinë, sepse jeta ka ta njerëz që duket sikur ke qenë gazetar tërkohën. Ka breza që kanë lindur të kanë parë si analist, si gazetar, si drejtues media, ke përcjell brezat gazetarisë duke qenë drejtues, po ti je nga Himara, ke lindur në Himar? Kam lindur në Himar, jam nga Piluri. Nga Piluri. Dhe ç'neve gazetarinë, se mbi emri Çipa të gjithë i fut mendime do flasim se mbi emri jot i madh, po pse gazetari dhe jo në këngë për shembull? Po unë linda në fakt në shtëpinë e fjalës, jo të këngës. Gjeta një fond të shkëlqyer në bibliotekës familjare dhe u bë kërshëria e parë. Kur kalova fëminin e parë fare, 3-4 vitet e para, më shumëria në shtëpinë e gjyshëve në Pilur. Dhe Pilur është një fshat gjuhbukur, me një shqipe shumë të qashtër, shumë stimatare nga leksiku, nga fjalë formimet. E them disa herë që një ndër fjalë të rralla të shqipes është në Pilur, fjala jashtë nesh, që do të thotë djallë, fantazëm, hije. Pra, flet për qenien jashtë. Jashtë nesh, shumë bukur. Dhe kjo më dha kërshërinë ndaj shqipes, ndaj fjalorit të shqipes, çdo pastaj që kisha dhe influencën e vetë, edhe jo vetëm nga babai, po edhe nga nana. Edhe ajo është një shqipe bukur. Dhe ajo ka folur bukur shqipen, sepse është... E artikulon bukur, fjalët dialektore i njeh në mënyrë të veçantë, shpesh ato tani janë të munguara dhe të paqarkulluara, fatkeqësisht, por shqipja është më e pasur përmes këtyre pasurive që ka leksiku i laborishtes edhe i Bregdetit. E vërtet. Po pse gazetari? Apo ishte gjuletër si gazetari dhe e njëjta gjë, pse gazetari? Se mund të bëhesh një shkrimtar, mund të redaktor diku, ose një zgjidhje tjetër. Marrëdhënien me shkrimin dhe me botimin, unë fatmirësisht e kam të shtrirë në të gjitha nivelet moshore të botimeve. E kam filluar me revistën Fatosi, me revistën Pioneri, mandej me Zërin e Rinis, me gazetat lokale Zëri i Vlorës dhe Pararoja i Gjirokastërës, mandej me Radio Gjirokastër dhe pastaj është një udhëtim i gjatë. E kisha qysh në fëmijëni të përcaktuar që unë doja të bëhesha ose shkrimtar ose gazetar. Ose gazetar. Dhe kur ndodhi kjo kthesa që gazetaria, apo ishte pragmatizëm? Po unë linda në një kohë që s'tjete mundësinë e zgjedhjes, por të impononte përcaktimi. Unë pasi mbarova shkollën 8 vjeçare, atëherë ishte ai sistem. Me vonesë kam shkuar në shkollën e mesme pedagogjike Pandeli Sotiri në Gjirokastër, një shkollë të cilën e adhurova për nga formimi dhe le të themi pozicioni që nxinte në hierarkinë arsimore të Shqipërisë atëhershme. Ishin aty njoha shumë gjëra, sepse praktikisht vinin nxënës nga Shqipëria e mesme dhe Shqipëria jugore, por vinin nga shtresat të ndryshme të shoqërisë, dhe aty krijova konceptet e para të diferencës shoqërore brenda Shqipërisë atëhershme. Aty mora kontakte për shkak të fëqinjësisë me Greqinë, krijova një perceptim më të drejtë për bashkëjetesën midis dy gjuhëve, shqipes dhe greqishes. Këtë gjë e hasa edhe në Himar, por në atë periudhë njëra prej gjuhëve ishte ndaluar dhe unë nuk e kuptoja, se nuk e kisha, e gjeta. Ti e di greqishten? E kam mësuar si autodidakt, nuk e shkruaj. Po ti flet greqishten, besoj. Natyrisht jo një gjuhë të debatit dhe të mendimit, por gjuhën e zakonshme. Sepse në Himar ata flasin atë greqishten atyre të vjetër. Jo të gjithë. Jo të gjithë, po ka, në për shtëpira ka që flasin me një tjetër. Një pjesë e himariotëve autokton, e flisnin dhe e flasin, ndërsa tashme kanë mësuar shumë shqiptar, nuk është kanë ndryshuar kohë, po flas para viteve 90, kjo situatë, dhe flitej në NZ, aq sa shpesh në fëminin ton kemi pas dhe kacafitje me bashkë moshatarët tanë, për shkak se ne na dukej sikur po na shanin, se nuk e kuptonin çfarë thoshin atë gjuhë. Dhe aty pasaj u ambientoa, po në Gjirokastër, shkollën e mesme, për shkak se ne kishim edhe degën e minoritetit në greqishtes, ku përgjithsisht vinin nxënës të minoritetit grek, nga zonat e Vurkut, Sarandës edhe të Dropullit dhe Pogonit të Gjirokastës, por jo nga zonat të tjera. Dhe aty, në atë periudhë, padyshim që unë fillova dhe një kontakt më të posaçëm me letërsinë. Ka qenë një shprehje edhe një intervistë e Ismail Kadares që thotë nëse shkrimtarët e rinj e lexojnë origjinal Homerin, ata
marri një normë tjetër të kulturimit të tyre dhe ajo shërbeu dhe si një shtys që unë ta përvetësoja greqishten deri diku. Deri diku.